Jeni lodhur vetëm nga ideja për të shkuar në palestër, po sikur të ekzistonte një mënyrë për të humbur peshë duke u fokusuar në çdo gjë tjetër përveç stërvitjes intensive, pikërisht këtë do të zbulojmë sot. Të gjithë e keni dëgjuar, apo jo? Këshilla klasike, ha më pak, lëviz më shumë. Tingëllon kaq thjesht, por a është vërtet e gjithë historia? Siç do ta shohim, trupi ynë ka një sistem operativ shumë më të sofistikuar kur vjen puna te menaxhimi i energjisë. Mirë, atëherë le të gërmojmë pak më thellë. Do të zbulojmë shkencën që fshihet pas metabolizmit ton dhe si mund ta vëmë atë të punojë në favorin ton, pa pasur nevojë të kalojmë orë të tëra në palestër. Pra, pyetja e parë që na vjen ndërmend është, a është vërtet e mundur të humbasësh peshë pa u stërvitur? E po, përgjigjja qëndron te disa motorë të fshehur metabolik që secili prej nesh i ka brenda vetes. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Jo e gjithë yndyra në trup është e njëjtë. Nga njëra anë kemi yndyrën e bardhë, atë që të gjithë përpiqemi ta reduktojmë, e cila thjesht ruan energjinë e tepërt. Por, nga ana tjetër ekziston edhe yndyra kafe, një lojtar krejtësisht tjetër. Mendojeni si yndyra e mirë, ajo është e mbushur me mitokondri dhe detyra e saj kryesore është të djegë kalori për të prodhuar nxehtësi. Ky proces ka një emër shkencor, termogjenezë, por, thëm thjesht, yndyra kafe vepron si një furrë e brendshme. Ajo djeg vazhdimisht kalori për të na mbajtur ngrohtë dhe duke e bërë këtë, rrit shpenzimin ton total ditor të energjisë. Pra, pyetja logjike që pason është, si mund ta ndezim këtë furrë të brendshme? Si mund ta aktivizojmë atë? Le të shohim disa mënyra shumë praktike. E po, si e vëmë në punë këtë yndyrë kafe? Kërkimet shkencore na tregojnë dy mënyra kryesore, dhe ndoshta pak befasose. E para, ekspozimi ndaj të ftohtit. Mjafton një dush i shkurtër i ftohtë ose zhytja në ujë me temperaturë rreth 10 gradë Celsius. Dhe e dyta, konsumimi i kapsaicinës, që është përbërësi aktiv që u jep specave djegës atë shijen e tyre pikante. Dhe mos mendoni se kjo është thjesht teori. Shikoni këtë provë klinike. Pjesëmarrësit mbi peshë që morën vetëm 6 mg kapsinoid në ditë, mendojeni, ekuivalenti një sasie fare të vogël specash, për 12 javë pan një reduktim real dhe të matshëm të yndyrës në zonën e barkut. Kjo tregon se sa të fuqishme mund të jenë këto ndryshime të vogla. Duke lënë pas speca djegës, ushqimi në përgjithësi luan një rol absolutisht kyç. Pra, le të shohim si mund të ham në mënyrë që të djegim më shumë, duke ushqyer jo vetëm metabolizmin ton, por edhe aleatët tan të vegjël, mikrobet. Këtu proteina është një aleat i jashtëzakonshëm. Së pari, ajo na mban të ngopur për më gjatë, duke na ndihmuar të kontrollojmë oreksin. Së dyti, mbron masën tonë muskulore kur humbasim peshë. Por ja ku vjen pjesa më e mirë. Proteina ka një efekt termik të lartë. Kjo do të thotë se trupi ynë djeg më shumë kalori thjesht dhe vetëm për ta tretur atë. Një tjetër fushë e jashtëzakonshme është mikrobioma e zorve, ato triliona baktere që jetojnë aty. Studime gjigante si Predict kanë gjetur një lidhje të drejtpërdrejtë. Sa më e larmishme të jetë mikrobioma, aq më pak ka gjasa të kemi yndyrë në bark. Pra, mendoni për probiotikët si kosi dhe kefiri si ushtar të rinj e të mirë dhe prebiotikët si qepa dhe hudra si ushqimi për t'i mbajtur ata të fortë. Pastaj kemi agjërimin me ndërprerje, një strategji gjithnjë e më popullore. Studimet tregojnë se modelet si AI-16-8, pra të hash brenda një dritarie kohore 8 orëshe, mund të jenë po aq efektive sa numërimi i vazhdueshëm i kalorive. Për shumë njerëz, kjo ofron një qasje më të thjeshtë dhe më të menaxhueshme. Por çfarë ndodh midis vakteve gjatë gjithë ditës? E po, këtu hyn në lojë arma jon sekrete, fuqia e zakoneve të vogla të përditshme. Le të flasim për diçka që quhet NEAT, termogjeneza e aktivitetit pa ushtrime. Ky është emri shkencor, por ideja është shumë e thjeshtë. Është e gjithë energjia që djegim jashtë gjumit, ngrënjes dhe palestrës. Është djegja e shete kalorive që ndodh gjatë gjithë ditës sonë normale. Dhe bukuria e NEAT është se rritja e tij është kaq e thjeshtë. Të ecësh ndërsa flet në telefon, të zgjedhësh shkallët në vend të ascenssorit, të lëvizësh këmbët ndërsa je ulur, apo thjesht të bësh punë shtëpie. Individualisht këto duken si gjëra të vogla, por kur mblidhen së bashku, bëjnë një ndryshim të jashtëzakonshëm në shpenzimin total ditor të energjisë. Dhe tani, dy faktorë që shpesh i lejmë pas dore, por që janë absolutisht vendimtar: gjumi dhe stresi. Mungesa e gjumit shregullon hormonet tona të urisë, duke na bërë të dëshirojmë ushqime jo të shëndetshme. Ndërkohë, stresi kronik rrit nivelin e kortizolit, një hormon që për fat keq nxit në mënyrë specifike ruajtjen e yndyrës në zonën e barkut. Në rregull, pas gjithë kësaj informacioni, si bashkojmë të gjitha pjesët?
Le ta përmbledhim në një manual të thjeshtë ndryshimesh, pikat kryesore për t'u mbajtur mend. Kjo thënie nga dietologjia klinike e Jessica Tilton e përmbledh në mënyrë perfekte, sepse në fund të ditës të gjithë këta faktorë janë të rëndësishëm, por dieta mbetet themeli. E thënë thjesht, nuk mund t'ja kalosh një dietë të keqe me asnjë sasi stërvitje apo hilesh metabolike. Dhe lajmi më i mirë nga të gjitha është se nuk nevojiten ndryshime drastike për të parë rezultate të mëdha. Të dhënat tregojnë se edhe një humbje modeste, vetëm 5 deri në 10% të peshës totale, mund të përmirësojë rrënjësisht shëndetin. Kjo e bën qëllimin jo vetëm të arritshëm, por edhe jashtëzakonisht motivues. Dhe kjo na lën me një pyetje përfundimtare, një ndryshim perspektive për të reflektuar, po sikur fokusi të zhvendosej nga ideja e ushtrimeve të detyruara drejt ndërtimit të një stili jethe që në mënyrë të natyrshme mbështet shëndetin ton metabolik, ndoshta çelësi nuk është të shtojmë më shumë gjëra në ditët tona të ngarkuara, por thjesht të ridizajnojmë vetë ditët tona.